Mesditja e së premtës i gjeti ish-punëtorët e ish-ndërmarrjes gazetare botuese Rilindja para selisë së Agjencisë Kosovare të Privatizimit në Prishtinë. Ata duke theksuar se janë të lodhur nga pritja shumë vjeçare kërkuan pagesën e 20%. E përfaqësuesi i ish-punëtorëve Besim Kajtazi theksoi se para 4 viteve, si shkak i presionit publik, qeveria kishte ndarë miliona euro për kompenzimin e punëtorëve, por një pjesë e mjeteve ende nuk është shpërndarë. Deri më sot nuk ka një arsyetim bindës për këto mjete, pse këto mjete nuk janë shpërndarë. Edhe pse qëllimi i tyre ishte i qartë, kompenzimi i punëtorëve, ky është një shembull flagrant i mungesës përgjegjësisë dhe i mungesës së llogaritjes institucionale. Situata përkeqësohet edhe më tej me çështjen e trullit për 5.5 hektarësh, ku ndodhet kompleksi Rilindja. Më shqetësues është fakti që AKP-ja, institucioni që duhet të mbrojë interesin e punëtorëve në proceset e privatizimit, po hesht dhe po shmang përgjegjësinë. Ai përmendi edhe çështjen e pronave të gazetës Rilindja jashtë vendi, për të cilat sipas tij AKP-ja nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. Punëtorët e Rilindjes thanë se do të protestojnë derisa të marrin atë që ju takon, pasi vlerësuan që edhe ata janë hisedarë në pasurinë e Rilindjes. Po sot kemi dalë ta ngritim zërin të protestojmë dhe të fitojmë të drejtën që na takon nga pasuria e Rilindjes, e cila është bën me mund, me sakrificë dhe sot derisa na është marrë kjo pasuri, të paktën të na paguhet ajo që na takon neve. Është mirë të ketë rezultate që mos na sjellin sërish këtu, sepse ndryshe sërish do të jemi kësajte dhe do të ishte mirë që ai mundi yni na paguhet. Duke qenë me shpirtin e gazetarës, me shpirtin luftarak gazetarës, edhe çfarë thon aktivistës për drejtat e njerëzit, unë besoj që duhet me vazhdu deri në realizimin e drejtave tona. Në këtë protestë ishte edhe një gazetar dhe redaktor nga gazeta turke, i cili tha se ndan të njëjtin hall me gazetën e Rilindjes. I mbështetim edhe Rilindjen në grevën e tyre dhe na jemi në grevë, se kemi njëjtit probleme. Ende s'na kanë paguar do mizere prej privatizimit dhe për ato jena këtu për me një opinionin pak me zgjallë. E drejta për marrjen e 20% nga trulli prej 5.5 hektarësh, sipas ish-punëtorëve të Rilindjes, ju takon rreth 660 ish-punëtorëve.